Me mua është të bashkuar avokati Gylsen Zhlima. Avokat, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, ne kemi qëndruar së bashku në transmetim maraton edhe për gjatë datës 11 maj, i gjithë procesi i votimit, pjesa më e madhe e procesit të numërimit, kur ndërkohë nuk e kishim ende të paqartë projekcionin e asaj nate, sot e kemi të qartë teksa po numërohen edhe 100 kutit e fundit në rang kombëtar përpos votës diasporës. Sipas projekcionit, Partia Socialiste numëron 82 mandate, e ndjekur nga Partia Demokratike me 52 mandate, Partia Social-Demokrate me 3 mandate, dhe nga 1 mandat Lëvizja Bashk, Nisma Shqipëria bëhet dhe mundësia Agron Shehaj. Një koment të përgjithshëm se rekon kësaj shpërndarje të këtyre mandateve dhe më pas ndalemi tek të gjitha problematikat, tek mesazhi që ti do të përcjellësh tek politika, tek qytetari e të tjerë e të tjerë. Atëherë, duke referuar sistemit tonë zgjedhor, ligjvënësi në datën 26 korrik 2024 vajti dhe bëri ndryshime në sistemin zgjedhor, në kodin zgjedhor, duke vendosur listën e mbyllur dhe listën e hapur. Në atë datë, kemi thënë këtu tek ju që kjo marrëveshje është një marrëveshje e cila destinacionin për shkatrimin ose më mirë për manipulimin ose më mirë për azgjësimin e demokracisë në vend ka ndodhur. Dhe ky është fakt konkret që nuk kemi mundësi, dhe ky është një fakt konkret i cili na tregon që në referim të kushtetutës tonë, në një sistem zgjedhjesh të lira dhe të barabarta, ju sapo më cituat mandatet e partive politike. Ne rikthehemi bisedës në studio. Avokat? Atëherë, për një sistem zgjedhjesh të lira e të barabarta, ligjvënësi jon ka bërë gabimi fatal që ajo për mendimin tim i faturohet partisë më të madhe opozitare, që është Partia Demokratike, dhe sot ata të cilët kanë normuar këtë skandal juridik duhet të mbajnë edhe përgjegjësinë e tyre dhe nuk mundet të bazohemi mbi vjedhjet, manipulimeve, sepse pikërisht këta kanë shkuar dhe kanë normuar një kod i cili nuk favorizonte as pak Partinë Demokratike. Në rast se do të kemi mundësinë të na tregoni në rand kombëtar, në shkallë vendi, rezultatet, do doja shumë të komentoja pse them fjalin të barabartë. Regjia, ma mundëso pak të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezultatin dhe grafikët në rang kombëtar. Sepse sipas kushtetutës neni 1, paragrafi 3, thuhet një sistem zgjedhjesh të lira dhe të barabarta. Në datën 26 korrik, edhe këtu te ju e kemi thënë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike të lutem grafikun tortë dhe ma pozicionoj edhe në leduolle. Vajtën së bashku dhe bërën një marrëveshje të radhës. Te kjo marrëveshje sot rezulton që ekziston pabarazia. Tani, kjo torta që ju tregoni këtu, jo nuk e kemi atë shifrën se mos ngatrojmë me tortën. Tani e kam këtu përpara. Shikoni tani pabarazin. Kemi partitë e reja, Shqipëria bëhet, Lëvizja Bashk dhe Mundësia. Po të shikosh në përqindjen e tyre, ju shikoni që përqindja me njëri me tjetrin është diferencë të madhe, për shembull një është 1.42, tjetri është 3.39, njëri ka 3 mandate, tjetri ka 1 mandat. Kjo është pabarazi, se nuk mundesh ti të kesh 3 mandate një parti, e cila ka 3.39, dhe një parti tjetër që ka ecur më shumë, ka më pak mandate, ka 1 mandat. Pra, në rast se krahasojmë Partinë Social-Demokrate dhe koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, po të shikosh rezultatet pothuajse duhet të jetë pak a shumë të njëjta, pra duhet të jenë pothuajse të njëjtat mandate, 2-3 me 3.39% që ka aktualisht Partia Social-Demokrate ose 46.900 e 10, nuk e di a janë të updateuara këto të dhëna? Duhet të jenë të updateuara, por këtu tani tregohet pabarazia, sepse nuk mundesh të kesh një rezultat të tillë
dhe të kesh një parti që merr pothuajse me një parti tjetër kaq mandate, pra 3, dhe një parti tjetër merr 1. Tani kjo quhet pabarazi, nuk quhet barazi. Përveç kësaj, ke Partinë Socialiste që ka 82 mandate. Ke Partinë Demokratike që ka 52 mandate. Nuk flas diferenca midis njëra tjetër ç'a bëhet, aty bëhet name. Por këtu quhet një pabarazi. Dhe për ata të cilët thonë me manipulime Partia Socialiste ka marrë vota. Okej, e pranojnë një si fakt. Por ti pse shkove me datën 26 dhe bëre atë që s'duhet bëje kurrë, të fuqizoje rolin e Partisë Socialiste që është në pushtet, edhe shkon të bësh ndryshime të tilla ku gjykata kushtetuese të ka thënë për Hersin që iq Ersin sepse është antikushtetues dhe s'kishe nevojë ti pse të mbyllje listat. Të leje 140 veta të garonin në mënyrë të drejtë të barabartë të gjithë bashkë. Dhe përveç kësaj, ti nuk shkove ashtu siç duhet të ndryshojë dhe sistemin. Mund ta bëje proporcional, mund ta bëje rajonal, pra rajonal me një bonus, po ti duke vajtur dhe duke bërë këtë ndërhyrje një vit para zgjedhjeve, i dhe bonus Partisë Socialiste 12 mandate. Bonus ka marrë Partia Socialiste 12 mandate. Si shkon edhe bën këtë marrëveshjen? Kush janë personat që kanë bërë këtë marrëveshje skandaloze? Pse duhet dalin qytetarit dhe dalin në protest, kur ndërkohë duhet të dalin edhe të japin dorëheqjen Oert Bylkbashi nga humbja në humbje, nga 2021 deri më sot, që është negociator me Damian Gjiknuri që bën marrëveshjen e kodit zgjedhor dhe sistemit zgjedhor. Duhet japin dorëheqje ata të cilët në 2008 hoqën presidenti si një pengesë për të shkuar në zgjedhje të parakohshme dhe e vendosur që qeveria vendos sipas dëshirës presidentin e Republikës. Pastaj, pse duhet ne të bëhemi viktim si shoqëri që vetë numërojnë zgjedhjet dhe vetë bën viktim të zgjedhjeve? Pra, Partia Demokratike thot, ne e normojmë, keni punë ju të merrni me kritika ndaj nesh, sepse në rast se ju thoni një kritik kundër nesh, do thot ju jeni në shërbim të Edi Ramës, s'ka problem kjo, s'na na intereson, sepse u provua, u faktua që asnjëri prej nesh që ka thonë tek Partia Demokratike të vërtetën, nuk ka qenë në shërbim, se përkundrazi do të kishim mbajtur qendrim pro Partisë Socialiste, përkundrazi kemi thënë që Partia Socialiste ka bërë masakra më të mëdha, të cilët vetë dhe Partia Demokratike i ka treguar publikisht dhe jemi bazuar mbi ato tregime që ka bërë dhe Partia Demokratike. Alibia e radhës që duhet qytetar të bie viktim të një masakre dhe të një marrëveshje që tregon qartazi që Partia Demokratike fik ekranet televizionit kur flasin njerëz të cilët i thënë ku po shkoni, drejtimi nuk është i dur dhe ju nuk keni mësuar që të ndryshoni. Është e paimagjinueshme që Partia Socialiste nga 2017 ka ndryshuar ministra, janë fut ministra në burg, janë fut deputet në burg, ka fut njerëz të ri në politik, ka pastruar veten e saj, ka sjell njerëz të ri dhe është e paimagjinueshme që sot të kesh sekretar të një partie, një person i cili ka qenë ministri Sali Berishës, sot ka qenë negociatori Sali Berishës, dje post negociator për e njëjta figurë. Nuk mundesh ti të shkosh në zgjedhje të dielën dhe të bësh garipin, cupin përpara qytetarëve. A ishin socialist nuk ka rëndësi, ishin qytetarë të Republikës. Tabela duhet për që vendosin këta, është e paimagjinueshme kjo. Vendosin tabelë të tjetri direkt. Kur i bë kritik, ti e merr tabelën aty sepse i thot i shërben regjimit. Po kur thonim që me datën 26/7 u mbyllët dhe u kyçet në një dhomë rrëfimi, nuk e di kujt i rrëfeshin, edhe në fund fare del ky rezultat. Pse duhet të protestohet dhe jo të merren përgjegjësitë? Përgjegjësitë duhet t'i japin dhe duhet t'i marrin personat të cilët kanë qenë në momentin e marrëveshjes me Edi Ramën. Unë nuk e di që të bësh marrëveshje me regjimin apo me diktaturën dhe të shkosh në zgjedhje të lira të ndershme. A e thënë vetë fjalën ndershme, se them unë. Unë them zgjedhje të lira të barabarta. Po e kemi keq kuptuar këtë term sepse pikrisht ata e kanë vetëm të normuar në kushtetut dhe nuk e kanë të zbatuar në praktik. Ju lutem, regjia po keni mundësi.
më tregoni përsëri rastin konkret të shifrave, të partive politike, të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Regjia e vendos tani Shikoni në sa dispozicionin e pabarazi duada. ekziston po në të njëjtin kod, po në të njëjtën statistik, shifër, që po Partia Socialiste, po Partia Demokratike, pavarësisht se kanë shifra, kanë garantuar për Partinë Socialiste në mënyrë absolute listën e mbyllur, Partia Demokratike në mënyrë të pjesshme, sepse kishte disa firë në një qark, dy qark, mos gaboj, kanë garantuar veten e tyre, pra këta si dy subjekte kryesore, e kanë garantuar veten e tyre para zgjedhjeve për të fituar listën e sigurt. Në mënyrë të pabarabartë, këta të dy e kanë fituar, ndërsa subjektet e tjera garuese, në mënyrë të përsëri të pabarabartë, luftojnë edhe për listën e mbyllur, edhe për listën e hapur. E kuptot çfarë pabarazi është kjo? Kjo quhet pabarazi, nuk quhet barazi. Dhe tani, në vend të protestojnë për manipulime, Partia Socialdemokrate, Partia Mundësia, Koalicioni Djathtas për Zhvillim, Aleanca Demokracia e Re, Aleanca Kombëtare Shqiptare, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, Lëvizja Bashk, Lëvizja Dheu, Partia ishte edhe një parti tjetër mos gaboj, po s'ka rëndësi, s'ka vlerë më. Tani puna është këtu. Si ka mundësi mos të protestojnë këto partitë e vogla, të cilët janë të diskriminuara dhe të privilegjuara është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Partia Socialiste nuk ka çfarë të protestojë sepse është e kënaqur me gabimin fatal që ka bërë Partia Demokratike. Por edhe Partia Socialiste duhet të shqetësohet sepse ishte edhe do thoya edhe ajo që zoti Rama tha që do të merrte 1 milion vota, mos gaboj. Nuk besoj se ka 1 milion, sa ka 700 diku te 720.000 vota. Do thot nuk arriti 1 milion. Imagjinoni ju të arrinte. Shiko, po edhe deri në këto momente avokat, Partia Socialiste duket sikur ka ruajtur votat që ka marrë edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara, kemi me 720.650. Po, se pikrisht Partia Demokratike ka firo, me Partia Mundësia ka marrë 21.929 vota. Po. Partia e Djathtas 5.431 vota. Pastaj, Shqipëria Bëhet, nuk e di sepse ka një miks ajo parti për sa i përket ideologjisë, sepse në rast se kanë bërë koalicion, tani zoti Lapa i thotë është Djathtas, zoti Shabani thotë është Qendra e Majt, pra social-demokrat. Tani nuk e di, aty kanë, nuk e di, ka ideologji është pak e ndryshme, nuk e marr si referencë, por dihet aty keni votat të pakënaqura opozitare. Vendosit të gjitha bashkë, në rast se do të ishin një pol i tretë, pra Partia Mundësia, Partia Shqipëria Bëhet, Partia Social-Demokrate, e sigurt ishte që do të kishe sot një qeveri të dobët dhe do të kishe një pjesëmarrje spektakolare në zgjedhje. Pjesëmarrja spektakolare në zgjedhje nuk u kry. Partia Socialiste mbajti përsëri shifrat e veta. Kjo do të thotë që problemi është tek Partia Demokratike, sepse historikisht Partia Socialiste, këto janë shifrat e saj të vërteta. Sepse Partia Socialiste ka qeverisur vendin më shumë se Partia Demokratike. Partia Demokratike ka qeverisur vendin 15-16 vite gjithë bashkë. Pra, kemi 34 me thënjza demokraci ko, që unë se besoj që është demokraci, por është vetëm në teori, është në letra. Partia Demokratike ka qeverisur 15 me 17 vite me krizat të brendshme dhe paga shumë 15-16 vite. Ndërsa Partia Socialiste ka nga 1944 deri në 2025. Dhe kushtetuta që unë ju them këtu, 1976, përshkruan që Partia Socialiste e kishte në kushtetut të 1976, e ke në kushtetut, është Partia e Punës, ose Partia Popullore Socialiste. Tani, si do të shkosh ti të marrësh pushtetin duke shkuar në një garë të pabarabartë kur dihet që pushteti ka marrë të gjitha masat. Do jetë me krim, pa krim, është punë tjetër. Do jetë me ideologji, do jetë me besim se njerëzit të vdesin të i ofendoj dikush edhe ata e votojnë.
është punë tjetër, kjo s'më intereson fare. Por duket qartësi që Partia Demokratike nuk punoi për të ardhur në pushtet. Dhe punoi thjesht për të na treguar që sollëm një amerikan, erdhi në Shqipëri, ose do të bëjmë diçka ndryshe. Vazhdon amerikani në Shqipëri? Unë kam qenë nga të parë dhe kam thënë që zonja Yuri Kim ha bar vetë, sepse normalisht demokratë do votojnë çfarë do zemra dhe shqiptarët çfarë do zemra. Por tani ti, kur një amerikane të erdhi edhe të goditi në selin tënde, sjell një amerikan për të sjellë ndryshimin të shumë pritur edhe nuk erdhi asgjë, tani më fal, për mua amerikanët nuk kanë më asnjë vlerë, asnjë peshë, edhe sikur të vinë nesër një ambasador amerikan, për mua nuk do ketë asnjë vlerë për ndikimin tek qytetarët shqiptar. Se në rast se të kishim një ndikim amerikan, normalisht shifrat nuk do të ishin të tilla për Partinë Demokratike, e cila nuk ishte e aftë të bëjë diçka, të marrë edhe partitë e tjera dhe të negociojë. Gjithashtu, zoti Berisha bëri një gabim, dhe gabimi nuk e di, a ishte i qëllimt i këshilluar që të bënte gabim, apo e bëri vetë edhe për marrëveshjen e 26 korrikut, se nuk duhet të harrohet, se këto janë mas, pra nga humbje në humbje, marrëveshje, nuk është e mundur që ti të shkosh në zgjedhje dhe të bësh marrëveshje duke humbur, sepse duhet dikush të bëj kritik. Pra do të thotë që Partia Demokratike nuk pranon kritika dhe përveç kësaj nuk është hapur. Këtu te ty kam thonë, sapo mor vula në Partinë Demokratike, i bëra apel zotit Berisha, i thosh hape partinë. Është i pa imagjinueshme të hapi Partinë Socialiste zoti Rama, me gjithë ato skandalet që ai ka pasur, partia e tij dhe funksionarët e lartë të Partisë Socialiste, të hapi partinë, të fusi ministra të cilët nuk i ka beri nga vinë edhe si vinë. Pastaj të dali dikush nga PD-ja të thojë, po ai është kështu edhe me tabela, kupton, vendos tabela tjetër sepse u atashu pranë Partisë Socialiste, dhe ti në fund fare si Parti Demokratike ja vendos tabelën kundërshtarit politik, po ti nuk e vendos tabelën tënde, ai akoma e të shkuar si bën fresk, duke mbajtur aty individ të cilët nuk kanë çfarë të shërbejnë, individ të cilët janë provuar. Zotri nuk mund të ishte në listën e mbyllur zoti Belin Këlliçi, i cili duhet ishte në listën e hapur, edhe të provonte ka vota apo nuk ka. Nuk mundesh ti të vendosësh njerëz në listën e mbyllur të cilët nuk i dihet a kanë vota apo nuk kanë vota. Prandaj duhet që lista e hapur të ishte për njerëz të cilët duan të bëjnë një karrierë. Dhe pastaj nuk mundesh ti të thuash që Partia Socialiste ka gjithë si them, administratën publike. Është fakt konkret, pse kush e kishte, edhe Partia Demokratike nuk kishte pushtet më përpara. Ne mbani mend ju në 2011-ën që hap kutit thoshte ky, ai tjetri s'ia hapte kutit. Edhe ishim një javë, një muaj për hap kutit e 2011-ës. Po për rastin e 2007-ës, po në rastin e 2009-ës. Pra do të thotë që kjo gjë që dalin disa dhe na thënë sikur ne kemi ardhur sot në Shqipëri edhe nuk e kemi parë situatën politike në vend, dhe nuk mundet as Partia Socialiste dhe as Partia Demokratike të më bëjnë të njëjtën kohë dhe viktimën dhe autorin. Dihet që sot Partia Socialiste është e fuqizuara, por unë jam i bindur që Partia Socialiste do pendohet me këtë rezultat që ka marrë në këto zgjedhje. Jam i bindur për këtë gjë, ashtu si isha bindur edhe për partitë të tjera. Por nuk është momenti të diskutojmë për Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste u legjitimoa nga sovrani. Tani më pëlqen mua çka ka bërë sovrani apo jo është puna vet, por fatura Albit, ta dish ti dhe qytetarët do vi për të gjithë. Nuk do pyesi fatura, a po votove ti s'votove, a je me PS-n apo me PD-n, a je gri apo nuk je gri, a je biznesmen apo nuk je biznesmen, të gjithë bashkarisht do paguajnë faturën e keq qeverisjes së këtij vendit 34 vjeçar. Dhe ajo që është akoma më e rëndë, the pak më herët përpara se të vijosh, the pak më herët që Partia Socialiste sot është shumë e fuqizuar, por do të pendohet për këtë rezultat që ka marrë në këto zgjedhje. Po, sepse asnjëherë në asnjë vend që kërkon të shkojë në Bashkimin Evropian, nuk mund të kesh një shifër të tillë mandatesh, sepse edhe sikur të ketë Partia Socialiste 94 mandate, Bashkimi Evropian që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, e kupton, se në rast se do të shkosh në Bashkimin Sovjetik, dakord je, por në rast se do të shkosh në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian të kërkon dhe opozitën. Dhe tani zoti Rama do ta ketë pak të vështirë,
kë opozit do prezantoj opozit zotin Lapaj, apo do të prezantoj zotin Sheaj, apo do të prezantoj zotin Berisha. Sepse partia e dytë sipas Sovranit është Partia Demokratike. Dhe prandaj them që Partia Socialiste në një moment aksidental gjatë rrugës do të ketë një goditje. Tani goditja a do të jetë për paaftësive të tyre të brendshme dhe të intrigave të brendshme, këtë nuk e di dhe mbetet për tu parë, por është e sigurt që Partia Socialiste nuk do të gëzohet në këtë mandat, sepse në Partinë Socialiste nuk ekziston konkurenca e brendshme. Pra do të thotë, në rast se ikën zoti Rama, në çdo moment dhe pas si të mbaroj mandatin e vet të katërt, edhe mundoj edhe them vërtetën që dyshoj që ai do ikim në mandatin e katërt, por le ta shikojmë dhe deri në 2029-s, në rast se nuk plotëson atë që ka thonë. Unë iki kur ta vendos vet, ka deklaruar kryeministri Rama. Dëgjoj, kur ti parcelizon një vend, e kupton? Normalisht thua kur do ik vet, e kupton? Por e di si më duket ky rasti i pushtetarëve tanë me rastet e një që është një rast shumë jo fenomen, por është një rast konkret. Do marrim rolin cilësin burri është pushteti dhe gruaja është populli. Pushteti, pra burri, bot çfarë ti do qefi në shtëpi. E rref gruan. Gruaja e duron dhe thotë e justifikon, thot gruaja, po mirë hajtë se burrë është, do dal jashtë dhe do më flasi lagja, ç'a bëhet. E duron 1, e duron 2, e duron 3, bën një fëmijë, e pranon burrin sa alabak është dhe ç'a i bën nga mjes deri në darkë. Po arrin ai kulmi që gruaja, pra populli, thot tani ja bëra zakon këtij dhe ky tani do më rrafi ditë për ditë. Çfarë duhet bëj unë tani? Dhe gruaja shkon në polici. Ku shkon gruaja në polici, pra është populli ky, dhe policisti thot ky më ka bërë këtë. Ai u pëgjej aty, thot tani ta marr unë bikra këtë, kjo kur është e dhunuar, do të thotë që ai po ta shkoj kjo të shtëpia tani, do ta vrasë ky dhe pastaj unë do ik nga puna. Pra shmangë përgjegjësie kjo. Çfarë i thot ai këtë? Më të dhunoj me datën kaq, po. Mirë atëherë, shumë mirë, shënon ky. Çfarë do ti? Kallëzim penal. Ai thot t'jap edhe urdhër mbrojtje që të iki burri. O merr operativin telefon dhe i thot, hajde tani shko kape këtë dhe futen burg. Tani burri që kishte pushtet ndaj gruas, a u izolua? Po. Gruaja a foli një ditë? Foli. Kështu është populli. Do vi një ditë që populli do flasi. Puna është kur do të flasi populli, a do të jenë partitë politike aktuale të gatshme të përpallojnë krizën e popullit, që populli do ta përcjellë në mënyrën e vet. Pra do të thotë ti pushtetin mund ta kesh marr, mund të kesh bërë çdo gjë. Pra mund të thuash që unë jam i pastër, jam dakord me ty, por populli është si puna e gruas, viktim. Dhe populli në një moment do të shpërthej, por nuk do të shpërthej në momentin që do dëmtoj veten e vet, por populli do të shpërthej në momentin kur ai do të mendojë që po vjen koha që duhet të reagojë. Dhe prandaj them, jo vetëm për Partinë Socialiste, por edhe për Partinë Demokratike, që të shkoni tek populli, duhet të shkoni jo vetëm me programin, por duhet të shkoni dhe t'i thoni popullit që sot është momenti që ne duhet të reflektojmë dhe ne të kërkojmë atë që duhet, çfarë llogaridhënien. Llogaridhënien nuk mundet ta kërkosh tek pushteti, sepse pushteti u legjitimua, por ti si një parti e cila pavarësisht se nuk e njeh rezultatin, duhet të aplikosh statutin tënd duke treguar sinqeritet, pra unë jap dorëheqjen time, zgjedhjet nuk i njoh, hap menjëherë garën e brendshme, jam garant për të zbatuar kushtetutën e vendit, e këtij vendit i cili ka nevojë, por edhe kushtetutën e brendshme të partisë që është statuti. Urdhroni, shpallni kandidaturat sepse unë nuk i njoh zgjedhjet, por ama unë nuk mund të dëmtoj partinë duke qenë unë aty në krye të detyrës. Që do të thotë, sot Partia Demokratike ka nevojën më të madhe që të i thotë qytetarëve dhe të japi një llogari qytetarëve, jo të kërkojë llogari nga qytetarët, po të japi ajo llogari tek qytetarët dhe po edhe te antarësia e vet, duke hapur procedurat e zgjedhjes së kryetarit të ri. Pse duhet ta bëjmë këtë? Unë do të abitis, tha zoti Berisha. Sepse egoet personale janë këto të cilët kanë çuar politikanët tanë në situata të vështira.
ju e mani men, zoti Meta kur sot, zoti Rakip? Është në burg? Po. Zoti Meta e mendonte që do ishte dikur në burg sot edhe do shikonte lajmet nga burgu? Tani, a ka bërë vepër penale apo jo, nuk më intereson, por është në burg. Zoti Veliaj, a është në burg? Është në burg. Jo se drejtësia ka funksionuar, se unë e dini mendimin tim për Plepa 2 edhe së ndryshojnë. Është në burg, është. Po. Nga kjo është mendje madhësia dhe arroganca. Janë gjëra të cilët shkatrojnë njeriu. Nuk të japin pushtet. Po pse deklaroi këtë që zoti Berisha? Që unë nisa këtë punë dhe unë do ta përfundoj Zoti Berisha është madje ka lajmëruar edhe protestë në ditën e samitit. Po. Edhe pastaj do shkojë të bëjnë një marrëveshje në momentin e fundit me Partinë Socialiste. Se ata kështu bën, jo të riqu, kështu. Shiko, kemi një problem në Partinë Demokratike. Nuk e di, a e bën me qëllim apo e bën sepse janë të paaftë. Tani unë më mirë të pranoj që janë të paaftë se sa të pranoj me qëllim. Se në rast se është me qëllim, do të thotë nuk është gjë e mirë. Po paaftësia, pranohet sepse e korrigjon. Po kjo paaftësi e vazhdueshme është si punë e burrit dhe gruas. Po. Pra tani në këtë moment kush është viktim? Partia Demokratike? Si mund të jesh ti viktim ku ke pranuar që të bësh marrëveshje me Partinë Socialiste? Si mund të jesh ti viktim kur ke ti pranuar që në këtë kushte që jemi sot jemi regjim, dhe në të njëjtën kohë ti më thua mua, hajde me mua me datën 16 sepse po na vjedhin votat. Unë s'pa kuptoj këtë gjë. Sepse nuk ka kuptim kjo gjë. Në të njëjtën kohë je edhe viktim dhe autor. Më pyetet ti mua si qytetar në rast se jam dakord me këtë sistem që ti ke normuar në 2008-ën, jo s'më pyete, po s'më llogarite. Sepse mendoj se një pazar politik do të bënte rotacioni. Gjithashtu, këtu përsëri tek ty erdha edhe kisha edhe kohë që flisje edhe thash, i vetmi që po lufton është zoti Berisha, të tjerët e kanë siguruar mandatin. Dhe përveç kësaj thash, rotacioni nuk është ashtu si më përpara, sepse ka ndryshuar. Ky rezultat ka ardhur si pasojë e mos prezencës në aq sa duhej në terren pranë qytetarit, pranë votuesit, apo nga paaftësia për të parandaluar këtë krim zgjedhor që ata sot e kësaj dite. Kur të dal unë në televizor edhe filloj edhe ofendoj administratën publike, më thuaj ti mua, pra ta ofendojnë pa përjashtim, a kupton? Nuk them fenomene korruptive, që të gjithë nuk jemi dakord, por të fillojnë të flas administrata e kapur, hajdut kriminal. Si do vi vota mua? Sepse ai që është në administrata, i thot, po mirë, unë me këtë kam pazarin mirë, se jam në punë, më mam në punë kë. Po ky kur të më vin shtator mua do të mbërzej, do të thotë ky është i majt. E kupton? Dhe asnjëri prej këtyre nuk tha tek administrata publike. Zotëri, nga data 1 janar 2025 deri me 9 shtator 2025, sapo të formohet qeveria e re, unë si Parti Demokratike revokoj të gjitha përjashtimet nga puna. Socialist, demokrat, parti pa parti, unë revokoj. E dëgjove ti gjatë fushatës te? Jo, absolutisht. Krijimi droga, korrupsioni, pam. Por rast tjetër, ke nga janari, ose më mirë, nga 2024 e deri më sot, që të gjithë këta i ke jashtë spagut, sikur spagu do sjellë demokracinë në këtë vend. Më fal tani, bëhet politik në dyert e një drejtësie, le të jetë e kapur. Po le të jetë e kapur, se vetë kanë normuar, edhe atë vetë kanë bërë. Po si do t'i krijosh ti gjyqtarëve ku nga mjes deri në darkë i ofendon, do krijosh siguri që një gjyqtar dhe një prokuror, pavarësisht se është në atë Plepa 2 i them unë, po unë s'kam kandiduar, edhe në rast se kandidoj, përsëri unë e kam bërë të qartë, unë i them Plepa 2, por duhet i nënshtrojnë kushtetutës dhe kjo reformë ka sjellë noterin gjyqtar, po në krahasim aty brenda ka edhe gjyqtar dhe prokuror të ndershëm. Bëhet saktësimi që edhe ai i cili ti kërkon votët do ta japim më vëlla votën, se do të besoj ty. Po jo ti merr aty, del në parlament, trego gishtin. Pra, ul nivelin tënd me atë tjetër që ka treguar veten e vet nudo. Më kupton? Pra, shkon edhe barazon veten, si do jesh alternativa. Me këto dy të vogla analiza, duhet Partia Demokratike si do merrte Partia Demokratike votat, duke thënë që do bëj legalizime unë dhe do fus në burg këta individ, do shpall bandat kriminale, banda terroriste,
Zotri, bandat ja kelon atributet drejtësisë, i kelon atributet policisë, në rast se ti vjen dhe merr ministrinë e brendshme, ke vullnet të pastër të luftosh bandat. Po jo ti bësh bandave deklaratë që dy shpall organizatë terroriste. Si do marrësh vota ti? Sepse në rast se kraut matan ka banda, normalisht i çfrytëzojnë për veten e vet, nuk do dali të thotë që unë po i çfrytëzoj, sa i kurrë nuk do ta pranoj këtë fakt. Edhe sikur të dalë një fakt i tillë. Partia në pushtet kurrë nuk i pranon këto gjëra. Partia në pushtet nuk ka thënë kurrë që unë do të heq të gjithë të PD-s. Çka ka bërë? Është fut në administrat dhe i ka rrëmbyer ata të PD-s. Me kuptimin rrëmbim do të thotë ti ka majt për vete. Dhe përveç kësaj, në vend të bënin edhe këtë gjë, se ata mendojnë janë në parlament dhe mendojnë se kur shkojnë në parlament dhe Shqipëria nuk vazhdon në administrat. E dini ju sa raporte mjekësore kanë marrë punojës të administratës publike? Futuni bëni një statistikë dhe nxjerrni një statistikë. Më shumë kanë qenë me raporte mjekësore në institucione shtetërore, se sa të kanë qenë në punë. Pse kjo gjë ka ndodhur? Ka thënë nga presioni dhe nga korrupsioni. Po kush e bën këtë që ata të mos jenë të friksuar, edhe mos të ndikojnë që të bëjnë korrupsion, edhe të bëjnë shkelje në tendera? Një politikë e re e cila vjen nëpërmjet garantimit të qytetarët dhe edhe administratës. Si po shpallet ti administratën kundërshtare, si do marrësh votat ti? Nga ku do ti marrësh votat? Pikërisht Partia Socialiste punon me administratën, e mirë e keq me atë punon. Ti në vend të gjesh politik të bukur, reklamuese, frymëzuese dhe përkrahase për administratën publike, që ai kur ta japi votën të di që do jetojë në shtëpinë e vet, do ketë mirëqenie, do ketë para në shtëpinë e vet, ti nuk mund të thua që unë do futem dhe të shkatroj. Se me shkatruar, ose më del ti mua më gris shenjën si pasaportën shqiptare, më gris pasaportën. Jo më vlla, nuk duhet ta grisësh dhe të jetë pasaporta e krimit. Nuk më intereson, quhet si një formë pasaportë shqiptare, sa ajo kemi ne, por nuk mundesh ti të bësh një marketing i cili është kundër teje. Që je një subjekt i cili garon, këtë gjë mund ta bëj unë që nuk po garoj dhe jam këtu edhe flas edhe mund të them korrupsioni, këta banditët, ta nga mjesë deri në darkë, por nuk mund ta bëj një person i cili po do të kërkoj votën time. Është e paimagjinueshme kjo gjë. Regjia, të lutem, ma jepni pak projekcionin nga faqja zyrtare faxweb.al se i rekon shpërndarjes së mandateve deri në këto momente. Avokat, doli parashikimi apo paralajmërimi i asaj që kryeministri Rama bëri në Kuç, aty ku llogariti mandatet e veta. Po, se ka Kuç strukturë. llogariti 78 mandate minimumi, tashmë jemi në 82, kam përshtypjen. Po mund të shkojë edhe pak më shumë i mbështetur nga votat e diasporës. Se di, po Hartun të unë lutem. baj rezerva për punën e 82-83-shit, unë nuk besoj se ky është një rezultat me meritokraci, sepse pikrisht palët politike meritokracinë e kanë hedhur në kazanin e plerave. Thjesht kjo është vetëm një Po në tregues qoftë se i marrim qartë. kështu asnjë zgjedhje në Shqipëri s'kan patur meritokraci. S'kan patur. Pse Po çfarë po atëherë të them? për çfarë flasim? Po një sekond, Ma jep edhe meritokracia. në leduall të lutem. Meritokracia është një gjë kaq shumë e shenjtë që kërkon që të palët të përballen në një testim të barabartë. Në rast se ti shkon edhe më mbyllësh në një shtëpi ose më mbyllesh me një lokal ose më mbyllesh me një truez dhe në fund fare ti bën kaq pa drejtësira që në vend t'ja japësh një institucioni tjetër kushtetues menaxhimin edhe mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe i bën vet zgjedhjet dhe vet bën viktimën dhe vet bën autorin, vet bën numrusin, vet i bën të gjitha, dhe në fund fare më qahesh për këto shifra nuk kanë meritokraci fare. Meritokracia për Partinë Socialiste arrin tek 400 deri në 500.000 vota. Meritokracia për Partinë Socialiste. 400 deri në 500.000 vota. 550 aq, për meritokraci flas. Pra që do thot që ke njerëz akoma nga Enveri që vdesin për Enverin, po kanë partinë Enver, Partinë Socialiste. Këta i ke aty, i ke të sigurt ata. Ndërsa për Partinë Demokratike ke njerëz të cilët mund të arrijë Partia Demokratike 270 me 300.000
Mzor. Pse? Pse Partia Demokratike? Se në rast se hapni shifrat në ato që pam në rand kombëtar dhe do shkoni tek partitë e Ne reja. pak shifrat lutem. Po, shikoni tani, atë thash 270 Te në 300. Komisioni Qendror i Po, Zgjedhjeve. dhe shikoni aty ku janë shifrat e demokratët. Shiko ku janë demokratët. Shiko ku janë. Demokratët i ke tek Partia Mundësia, të Partia Jasa Mundësia, Brigati Regjia. dhe i ke edhe tek Partia e Zotit Lapaj, se demokratët kanë edhe këtë që lëvizin shpeshherë në votime, nuk është se mbeten gjithmonë brenda partisë, sepse kanë edhe një natyrë pak më demokrate, pra kanë pak një natyrë më të lirë. Ndërsa po t'i shikoni ju te Euroatlantiku ka marrë 18.000 vota, pra për bashën. Pra këta janë demokrat për mendimin tim. Zoti Shehaj, po, demokrat. Koalicioni djathtë për zhvillim. Nga Partia Demokratike ka bërë koalicion. Djathtas për zhvillim është zoti Shej dhe zoti Ali Beaj. Po djathtas janë ata. Më të privilegjuar se zoti Shej dhe zoti Ali Beaj që dolën avokat ose më mirë lavazhier të Spakut dhe dalën me këtë rezultat është e turpshme. Se s'ka ndikim fare ajo gjë. Çfarë kanë thënë ata, po ne jemi për Spakun, amerikanët dhe këto? Urdhë, 5.000 kaq. A është shifra ajo? A është shifra ajo? Nuk është shifra. Unë do ja përgjigje. Nuk është shifra ajo. Që do thotë, aty i ke demokratët. Shiko ku i ke, të shpërndami ke demokratët. Pse? Se demokratët demokratët cilët janë militant, ç'a thot kryetari dhe gabim ta ketë jemi aty, ke dhe demokratët cilët të respektojnë veten. Jo se ato që janë militantë janë gabim, jo se ata që janë militantë që janë të Partia Socialiste, por në rast se ne flasim për fjalën meritokraci, asnjëri prej tyre nuk kalon në shifrat që jemi sot. Janë më pak se sa duhen. Dhe se duhet edhe ta mbaroj sepse më duhet edhe pak të lëviz, por thjesht ta mbarojmë edhe të bëjmë një analizë të qartë që të kuptojnë edhe qytetarët, por edhe klasa politike. Mesazhi im është shumë i qartë për klasën aktuale politike. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike u legjitimuan që të vazhdojnë rolin e tyre dhe pozicionet e tyre kështu siç janë në këto shifra, por kemi një risi në këto zgjedhje, zoti Lapaj. Shqipëria bëhet faktor politik me 50.000 vota. Partia Mundësia, faktor politik, i ke me 45.000 vota besoj se do të arrijë. Faktor politik për i heshtu pas 2021 dhe para 2025 Partia Social-Demokrate, e cila vazhdon dhe legjitimohet me 3 mandate, këto 3 parti politike, në rast se do të... Kemi dhe Arlin Qovi. Do tali pak veçmas, sepse është antisistem. Pra, kërkon të jetë si një antisistem që të marrë në të ardhme vota ideologjike nga Partia Socialiste. Pra, do të qëmë pak tutje, pra do të nxjerrim pak më tutje. Ndërsa, për këto partit që unë sapo citova, në rast se këto parti duan që të jenë një faktor i rëndësishëm në çdo zgjedhje në Shqipëri, duhet të bën një pol të tretë. Në rast se duan diçka për Shqipërinë, në rast se duan për veten, mund të vazhdojnë të qëndrojnë kështu dhe situata nuk do të ketë asnjë ndryshim. Por në rast se duan të jenë faktor i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë në vend dhe goditjes së Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, duhet të bën poli tret. Në rast se nuk bën poli tret ose nuk përfshihen në polin e tret, normalisht do të ketë përçarje në zgjedhjet e ardhshme. Për post polit të tret, edhe mbyllim. Çfarë mund të jetë një faktor që mund të ndryshojë këtë lloj grafike që ne kemi sot në ekran? Së pari duhet jetë zoti Rama. Ky është faktor që mund të vendosë ata në polin e tret, që rrezimi i zotit Rama duhet bëhet me çdo kusht dhe në marrëveshje midis palëve. Sepse largimi i një kryetari i cili është mbi 12 vjet, shkon 16 vjet dhe e ke pa koalicion pas 2017-s, është një cenim. Pse? Sepse zonja Merkel ka bërë koalicion në një vend ku është i zhvilluar, ka bërë koalicion dhe ka qeverisur vendin me koalicion. Si ka mundësi zoti Rama të vazhdojë vetëm? Pra do të thotë ka një defekt, ka diçka që nuk shkon mirë. Që do të thotë zoti
tani të shkojmë te zoti Lëvizja Bashkë, zoti Qori, ai unë mendoj se është në drejtimin e dur, nuk mund të prodhojë, nuk mund të futet në një ombrell, sepse ka një ideologji të caktuar, por unë jam i bindur se në një moment ku Partia Socialiste do të humbasi energjinë e vet, pra aksidentalisht do ta humbasi, mendoj se ata të cilët kur nuk votojnë djathtas, do të shkojnë edhe do përplasen tek partia e zotit Qori, për interes ideologjik flas, se ka socialist të ndershëm, pavarësisht se ata të cilët janë plus 500.000 veta, ato janë interesi. Nuk ekziston ajo ideologjia rreth partia, thjesht interesi. Por Zoti Basha, vetëm 18.827 në rang. Personi i cili nuk e di, është përfundimtar, merr mandat apo s'merr? Mendoj se s'merr mandat. Jo, nuk ka mandat. Nuk ka mandat. Zoti Basha është një mësim që shiko çfarë të bëri Yuri Kim, shiko çfarë i bëre vetes që t'u dhanë të gjitha ato mundësitë. Imagjino ç'a i dhan Bashës, kryetar partie, kryetar opozite, negociator me qeverin, kishte mundësi të rrëzonte këtë qeverin, kishte mundësi të bënte të gjëra të paimagjinueshme, e dhuroi pushtetin lokal Partisë Socialiste, dhuroi mandatet, bëri gjën më të keqe që mund të bëjë një kryetar partie, dhe kjo, në rast se më përfundon kjo si rezultat, është një mësim për ata të cilët kanë cenuar dhe cenojnë demokracinë nëpërmjet strategjive të gabuara. Tani kanë qenë të paafta apo të qëllimta, mbetet për të parë në të ardhmen. Por zoti Basha është një mesazh i qartë që me marrëveshje dhe me ndërkombëtar që ata vendosin sepse kështu mendoni ju që ndodh dhe populli habar, kështu nuk ndodh. Prandaj është një mësim për zotin Basha. Faleminderit shumë që ishit sot në faksin.